janë 3 persona që do marrin një tender edhe paraqesin ato ofertat e tyre ata, edhe thonë që duam të marrin pjesë në tender. Edhe bie fjala një funksionar i lartë i shtetit që s'ka drejt firmosi, se firmos sekretari i përgjithshëm, ka drejt ministri, një funksionar i lartë ndërhyn edhe thot, mos ja jepni këtij, thot, se është një serb i ndyrë ky, thot, edhe ky mund na sjellë neve, thot, vetëm të këqija në këtë vend. Prandaj më mirë, thot, 5 lekë më shumë, po të jetë një njeri serioz që nuk na sjell deme për sigurinë kombëtare e tjera. Ja nuk është vjedhje kjo. Pak gjithë keni serioz. Pra nuk është vjedhje kjo. E kuptove? E dyta, mos ja japim këtij personi tenderin, sepse ky është person që ka precedent penal, është një trafikant, edhe ky ato lekë do marrin nga ky tender, ky mund na i çojë neve në një drejtim që do na bëj vrasje të komanduara e tjera. Prandaj ndërhyjmë që të mos japim këtij. Portin e Durrësit e ke dhënë Labarit. To janë si, a Labarit e ke dhënë portin e Durrësit. Ja pra, mos u i tha, s'kemi punë me atë. Herë tjetër me Labarit. Më fal. Tani, pra nuk është vjedhje. Nuk është vjedhje. E dyta, nuk flasim për person konkret. Flasim për institucionet për të konkluduar, avokat, se duhet të prek dhe pak protestën, shumë e rëndësishme, prandaj, për mos të zgjatemi shumë. Tani, mos të abuzojmë me ndërkombëtarët e tjerë. Asnjë ndërkombëtar nuk do të ndërhyjë dot, të thotë që këto ndryshime që do bëhen në neni 242 të kodit të procedurës penale nuk janë në përputhje me legjislacionin evropian, ose nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Janë në përputhje plot me to, edhe do bëhen ato ndryshime, do bëhen këtu do jemi ne, do bëhen, sepse nuk ka bërë vaki në asnjë vend të Europës, në asnjë vend edhe të botës tretë, që një prokuror apo një gjykatës të pezulloj nga detyra një ministër. Kur në asnjë vend të botës. Në asnjë vend të botës. Ja punë me emra po deshe. Në asnjë vend. Me emra t'ja po deshe. Brenda Republikës Saliut. Nuk ka në vend botës një ministër tjeti marrë penalisht, i akuzuar dhe të qëndrojnë detyrë. Më gjej një vend botës e flasim të dy. Deri në fund, kryeministrat vendit. Andreotti, me mafja në regullë e një. Atë merë një umë, mafja merë një shemull tjetër, s'dini tjetër. Merë Trumpin. Sa procese kam i kuris? Trumpi s'ka qenë president. Edhe vazhdojnë ai detyrën. Nuk ka qenë president Trumpi. Po juve nuk i dini këto. Nuk ka qenë president Trumpi. Nuk ka qenë president. Nuk i dini këto gjëra. S'ka qenë president. Pra, mirë më mirë rregull, s'ka qenë në rregull. Po është tani presidenti i ka, nuk janë hequr akoma ato, ka akoma akuzë. Se duhet të kaloj në një çështje tjetër që të shfrytëzoj hapësirën kohore për ta komentuar. Merkoç, protesta e opozitës së kaluar ishte e dhunshme apo nuk ishte e dhunshme dhe cili është skenari i protestës së ardhshme? Si e konsideron ti, sepse ka patur një reagim nga ana ndërkombëtarëve që e kanë konsideruar të dhunshme dhe jo demokratike. E dhunshme jo demokratike, sigur shkojnë këto dy terma. Po pra, e dhunshme dhe jo demokratike. Po pra, demokracia leo dhunën. Nuk është se lejo, se gjithë protestet që bëhen me dhunë bëhen. Ne kemi pa gjithë vendet e botës që përdorin dhunë. Ajo që mu më bën përshtypje tek protestet, do të thonë, flas pa mbrojtës si lloj krau, më duk shumë e shpejt themi, apo pa vënd ndërhyrja e policisë, qoftë me gazin lotësjellës, qoftë edhe me ujtin. Në një ndërkohë që në një perimetër prej 20 metrash, 20 metra ishte ajo pjesa ku hidhesh Molotovi apo ajo fishkëzit çaj hidheshin, që gjë që mund ta e fingte aty, nuk e di pse përdori qoftë edhe atë gazin thash lotësjellës, se ç'pun ka ai kalimtari, ç'pun ka ai që ka armë me protestu edhe pajisisht. Dhe pa qëllimi jo se janë 17 efektiv policie kanë përfunduar spital. Policia dëgjoj mirë, tash unë protestet i kam bërë nuk ose si kam bërë edhe i kam drejtu vetë, nuk ose. Nuk po e mohoj këtë gjë, por po them që ka patur rezultat. Kur vjen puna tek përdorimi i gazit, kam qenë personi që e kam sulmuar herën e parë gazin dhe ngret Këshilli i Evropës dhe detyroj Leshajn të kërkoj falje publike për përdorim gazi, sepse nuk mund ta përdorosh gazin atë formë. Edhe gazi kur përdoret ka një mënyrë. Ka një specifik. Edhe ujti kur përdoret. Jo kështu. Sa fillo 5 minuta dhe ti futjam gaz, mu më duket si lojë dhe copë muhabeti. Ha, unë po e hedh, e ju tjerët boni këtu dhe dajmë protestin, tash përndajmë. Do më copë,
Beqiri? Problemi është që nuk ka vend në botë, në Europë jo ku duam të shkojmë, që protestat bëjnë partit. Protesta bëjnë vetë qytetarët, ngrihen protesta kur shkelet një drejtë e të tjera, bëjnë edhe sindikatat, po partit politike nuk bëjnë protesta, sepse ato protestën e kanë parlament. Ideja se këtë e themu gjithmonë. Ato mbasi dalin, domethënë vota e popullit, pastaj lufta politike bëhet në parlament. E para. E dyta, protesta që bën Berisha me ata militantët e vetë dhe që i firojnë çdo ditë më shumë, ajo është protestë që bëhet për të mbrojtur atë vetë edhe familjen e tij, që janë shpallur non grata edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, po edhe nga Bashkimi Evropian, se po e shikojmë ne fakti që emisarët lartë të Europës nuk e takojnë kurrën e kurrës atë edhe familjen e tij, pra do të thotë që është një non grata botëror. Edhe një person i tillë që ka mbi kurrizin e tij 52 procese të hapura në SPAK, plot 52, 23 prej cilave janë hapur nga unë edhe nga Izet Haxhia dhe disa të tjerë, familja Haklaj e këto të tjerat, një person i tillë e shikon që